Ja çfarë ndodh kur biznesi yt po ecën shumë mirë. Ti po gjeneron shumë cash. Shumë cash. Atëherë, këtë cash që ti gjeneron shumë, këtë e fut tek investimet me kthim të lartë. Ti krijon paran, e rrit paran, dhe pastaj një pjesë e saj shkon tek investimet afatgjata. Pra nuk e prek, e lë të rritet. Okay? Kjo biznesi ndërton net worth-in tënd, pasurinë tënde. Neto. Dhe çdo muaj kur shikon net worth-in tënd që rritet, pa. Great. Dhe kjo është stabilitet, të ardhura, cash flow edhe net worth. Ja ku qëndron problemi. Kur njerëzit e anashkalojnë këtë trekëndshën e pasurisë, kur e kalojnë këtë strukturë, ku mbasin fokusin, mbasin orientimin. Por kur e kupton trekëndëshin, ti e di saktësisht ku je dhe ku duhet të fokusohesh. Tani, le të shkojmë edhe të kaqemi çik për thellë gjë. Pse është kaq e rëndësishme të kesh aftësi me të ardhura të larta përpara se të kesh një biznes të shkallëzueshëm? Ja, se çfarë ndodh. Le të themi që hap një biznes e-commerce, okay? Po rritet, po merr klient, po sjell trafik, po funksionon. Dhe tani thua, ky është biznesi mirë, hajde ta bëj scalable. Pyetja ime është, nga drejtin do t'i gjesh ato para për ta bërë scalable, për ta shkallëzuar biznesin? Sepse gjithë parat janë futur në biznes, marketing, inventar, operacione pune, stafi. Modeli funksionon, por ti nuk e kesh për ta çuar në një nivel tjetër. Në këtë pikë, a mund të sjellësh investitor të jashtëm? Po, duhet t'i japësh përqindje, aksione, kontroll, ndërsa nëse ke ti high income skill, nëse ke aftësi me të ardhurat e larta, situata është totalisht ndryshe. Faturat e tua personale janë të mbuluara, ti ke të ardhurat të qëndrueshme, mund ta lësh biznesin të rritet pa e shtrydhur. Shumë njerëz kanë vetëm biznes të shkallëzueshëm. Duhet të rriten, por duhet edhe të hanë. Prandaj nxjerrin fitim nga biznesi, e përdorin për jetesë dhe kjo ngadalson rritjen. Ndërsa, kur ke aftësi me të ardhurat e larta, biznesi lihet të rritet i lirë. Kjo është diferenca madhe. Prandaj, kur njerëzit më pyesin edhe më thonë, "Eri, shikoj, ku duhet të investoj?" Përgjigjja është shumë e thjeshtë. Nëse je në fazën e aftësive me të ardhurat e larta, ku duhet të investosh? Tek vetja jote. Vetëm tek vetja jote. Në jo 10%, por të paktën diku te 30 deri në 40% të ardhurave duhet të shkojnë për zhvillim personal, përmirësim mindseti dhe rritje aftësisë. Ndoshta ke nevojë të rregullosh mendjen, besimet kufizuese, qasjen. Shko tek Tony Robbins, bëj atë lojën e brendshme, ecë mbi zjarr. Unë I kam bërë gjitha, është në rregull, është perfectly fine. Pasi të rregullosh mendjen, mindsetin tënd, atëherë thuaj, tani më duhet aftësi. Më duhet një set aftësish. Okej? Lexoj librin që do të sugjeroj unë në privat. Komentoj më poshtë dhe do të sugjeroj një libër, që është jashtëzakonisht shumë I fortë. Puno me një coach, puno me coachin tënd. Shko në workshop. Bëj çfarëdo që duhet për të rritur aftësitë e tua. Tani, kur ti ke një biznes të shkallëzueshëm, ku duhet të investosh? Tek ekipi. Nëse ke biznes, por po ta them shumë qartë, investimi me kthimin më të lartë në biznes është marketingu. Marketingu jep kthimin më të madh. Çfarë lloj investimi ekziston ku fut 1 euro dhe nëse ke një biznes të shkallëzueshëm, po konverton dhe po funksionon, mund të nxjerrësh 200-300% kthim? Në tregun e aksioneve, kjo do të ishte kriminale. Por në biznes, a është e zakonshme kjo gjë? Po patjetër. Shpenzon pak para, ndoshta edhe 500 euro në marketing dhe mbyll një shitje 10.000 euro. A është e mundur? Po. A ekzistojnë këto lloj kthimesh? Po. Atëherë, pse do t'i fusje parat në ndonjë fond investimi që jep 8%? Nuk ka asnjë lloj kuptimi. Dhe kush ka më shumë kontroll, ti mbi biznesin tënd apo fondi I investimit? Përgjigjja patjetër është e qartë.
Tash, nëse je në fazën e biznesit të shkallëzueshëm, bëje shumë të thjeshtë. Merr fitimin dhe futesh sërish në biznes. Marketing, njerëz më të mirë, ekip më të fortë. Shtyje fort, rritet, lëre të ecë, lëre të rritet. Dhe në të njëjtën kohë, vazhdo të punosh me veten dhe aftësinë tua. Prandaj, sa herë njerëzit vinë punë dhe më thonë, kam 10.000 euro për të investuar, çfarë të bëj? Unë them, shko në një seminar, përmirëso aftësitë e tua. Sepse fakti që po më pyet çfarë të bësh me 10.000 euro, më tregon një gjë shumë të qartë. Nuk e di ku të investosh, dhe më shumë gjasa nuk ke atë high income skillin, atë aftësitë me të ardhurat larta. Gjëja më e keqe që mund bësh është, do bëj një aksion, do bëj këtë aksionin, nuk ka të bëj fare me këtë. Unë nuk do të jap këshilla për aksione. Nuk ka rëndësi sepse është temë tjetër. Të vetmi që kalojnë një investim tek tjetri janë investitorët që nuk e dinë se çfarë po bëjnë. Prandaj sot me day trading, nesër bëni një gjë tjetër, dje ishte diçka tjetër, statistikat janë të qarta. Rreth 90% u mbasin para. Unë e di këtë shumë mirë. Nga 10 investime, as 2 nuk bëjnë para. Të 10 janë grop, u mbasin. A je në shitje? Të thuash patjetër që po. Çfarë do lloj gjëje që ti po bën, je në biznesin e shitjes. Je në shitje. Le të themi se ti po mbyll për shembull nga 1 në 10, pra 10%, okay? Mëson disa teknika shitje, bën pak trajnim, pa pritur mbyll 2 nga 10, pra 20%. Qa bëre? Ti sapo 2 fishove të ardhur. Sa kohë të mori? Ndoshta 1 orë, një video, apo 1 ditë. Por a është ky kthimi mirë? Nuk mund të gjesh këtë lloj kthimi në shumë investime të tjera. Prandaj unë ndalem këtu, edhe them, mos ndalo së mësuari. Unë nuk ndaloj kurrë së mësuari. Jam i habitur kur shoh njerëz që shpenzojnë para për ato televizorë gjigant, okay, unë dua televizorë gjigant, mos përkeq këto, por kur vjen puna në një workshop, 1.000 euro thonë, shumë para, e pabesueshme. Warren Buffett ka thënë, investimi më i mirë që mund të bësh është investimi në veten tënde. Çdo gjë që përmirëson talentin tënd. Askush nuk mund ta taksojë ose ta marrë atë prej teje. Mund të ketë inflacion, kriza, valuta që zhvlerësohen, por nëse ke talent dhe ke maksimalizuar, ke një aset të jashtëzakonshëm që mund ta kthej atë 10 fish. Kjo është nga Buffett, okay? Warren Buffett. Prandaj unë kur gjatë gjithë këtyre viteve nuk kam dalur kurrë së përmirësuari aftësitë mia me të ardhurat të larta. Edhe kur bëja 5 shifra, edhe kur bëja 6 shifra, unë nuk ka rëndësi sa mirë po ecën biznesi, nuk ka rëndësi sa mirë po ecin investimet. Unë gjithmonë them, duhet të punoj mbi aftësitë e mia, sepse nuk e di se çfarë do të ndodhë nesër.